Falënderimi dhe lavdrimi i takon krijuesit të gjithësisë, Zotit të botrave, bamirësit të përgjithshëm, mëshiruesit, mëshirbërësit. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Selamet dhe salavatet ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Muaji i Ramazanit është një muaj i begat, muaj i madhrueshëm, i cili ka një tematik të veçantë ndër muajt tjerë, sepse është edhe muaji më i përzgjedhur ndër 12 muajt tjerë. Radio Fatih transmeton emisione me tematika kulturore, edukative, po ashtu edhe ato fetare. Në këtë emision kam nderin dhe kënaqësinë që të flasim së bashku me edukatoren e nderuar Erjeta Kurtabegu Aloshević. Erjeta, mirë se erdhe në emisionin Bisedat e Ramazanit. Mirë se u gjeta. Eudhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammedin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ju falenderoj nga zemra së pari për ftesën që më keni bërë, përshëndes stafin e radios suaj dhe gjithashtu përshëndes të gjithë dëgjuesit që na ndjekin nëpërmjet valve të radios Fatih. Duke u nisur këtë bashkëbisedim që kemi planifikuar, në radhë të parë do doja të falenderoja Allahun xhaleshanuhu që na ka dhënë mundësinë, që na ka ndihmuar, që me mëshirën e tij, me mirësinë e tij, me begatitë e tij, që në qytetin në të cilin jetojmë, në Tivar, të kemi një qendër islamike kulturore, e cila i ka dhënë qytetit tonë një dimension krejt tjetër. Gjithashtu dhe për këtë jemi shumë falenderues Allahut. Jam falenderues Allahut që jam pjesë e këtij institucioni që punoj dhe jap kontributin tim si edukatore e fëmijëve të parashkollor në këtë institucion. Gjithashtu falenderoj nga zemra kryetarin e Bashkisë Islame dhe gjithashtu edhe drejtorin e Qendrës sonë islamike, Efendia Muhidin Mulaimi. Falenderoj shumë kolegen teme që punoj bashkë me te, Medina Mević. Gjithashtu falenderoj shumë edhe të gjithë punojësit e Qendrës tonë islamike që janë ndihma që japin njëri tjetrit gjatë punës sonë në këtë institucion. Duke punuar si edukatore e fëmijëve të kopshtit, e ndjejmë thellë përgjegjësinë që na ka dhënë Allahu për rritjen e brezave të reja. Jemi të ndërgjegjshëm për një amanet që kena marrë mbi shpinën tonë. Ky amanet është barë bajageran dhe jemi koshient që për këtë barë që kena marrë mbi shpinë do të japim përgjigje para Allahut. Por gjithmonë do e pas edhe atë anën tjetër që na freskon, duke ditë se Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin madhështor na ka thënë që për çdo punë dhe për çdo amanet të kryer ashtu siç duhet, shpërblimi i vetëm është xheneti. Kjo na jep një freski dhe na jep një stimul për ta kryer punën tonë në mënyrën më të mirë. Ashtu siç dim, gjithmonë themi që ne bëjmë punën, suksesi varet prej Allahut. Prandaj mundohemi që detyrën tonë të edukimit të brezave të ri gjithmonë ta lidhim dhe me edukimin fetar, ta bëjmë me përkushtim dhe gjithmonë me mendim të Allahut, mendoj që do t'ja dalim. Mbasi që jeni edhe një edukatore shumë vjeçare, ushtroni punën me fëmijë në çerdhe, si keni përgatitur fëmijët dhe ambientin për pritjen e muajit të bekuar të Ramazanit? Pra, gjithsesi duke ditur që puna me fëmijë është punë bajagi specifike, ju jeni vetë profesionit edhe dini më së miri, duke pasur parasysh se fëmijët janë të grup moshave të ndryshme, dhe atë ambienti ku punojmë ne ka fëmijë, është një grup i përzim. Kemi fëmijë prej moshës 3 deri në moshën 6 vjeçare. Duke pas parasysh që grupi i fëmijëve është i përzim, edhe puna është pak më e vështirë, pse kapaciteti i fëmijës prej në 3 deri në 6 me fjalë ndryshon shumë sipas moshës në rritje. Por gjithmonë jemi munduar që me metoda të thjeshta dhe me metoda bindëse t'ja bëjmë të dashur dhe të afërt fëmijëve që ta kuptojnë atë çfarë dona mesazh mi drejtu atyne. Duke u nisur nga kjo anë, jemi munduar me ndihmën e Zotit që vazhdimisht të punojmë me fëmijë në rritjen e tyre morale. Pra, duke i spjeguar fëmijëve gjithmonë që këtë gjë Allahu e don, Allahu këtë nuk e don. Duke i vënë të dy paralele, duke i munduar të i fusim fëmijët në shinat e këtyne dy paraleleve, atëherë mendoj që kjo gjë realizohet më kollaj. Duke i mësuar fëmijëve që duhet ta dojmë njëri tjetrin, ta ndihmojmë njëri tjetrin, ta
të përkrahim në një tjetrin, të mësojmë të jemi falës, të mësojmë që të edukojmë veten tonë, që të shtrydhim atë ndjenjën e mendjemadhësisë, që për fatkeq në kohët e fundit bajagi është rritën dhe janë duke u krijuar dy klasa, dikush që është me shumë pasuri edhe një klasë më e ulët që janë me ekonomikisht më të ulët. Por ne si musliman e dim që çdo gjë është prej Allahut, pasuria është prej Allahut, edhe nuk kemi kurfar ne si më thonë, nuk e kemi të nevojshme që të mburremi për atë gjë. Ti mësojmë fëmijët të kënaqen edhe me gjërat vogla, se jo gjithmonë me gjanat mëdha, ti respektojnë prindrit, ti respektojnë të moshuarit. Pra, në këtë mënyrë, duke ja bërë fenë të dashur dhe të afërt, duke pasur parasysh që muaji i Ramazanit në të cilin jemi tani është një muaj i begatushëm, është një muaj i mallnushëm, një muaj i mëshirës. Përgatitjen e fëmijëve e kena bë gradualisht. Si do thoni ju e kena bë përgatitjen e fëmijëve? Përgatitjen e fëmijëve e kena bërë në të një këtë mënyrë që qysh në fillim të vitit përgatitemi për këtë muaj të mallnushëm. Pse ky muaj është një herë në vit. Edhe duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht si nga ana fetare, por edhe nga ana shpirtërore, veten ta edukojmë, po edhe të tjerët të edukojmë. Në këtë mënyrë jemi munduar që nëse mendoj unë, nëse qoftë fëmijë, qoftë i rritur, nëse ka një mendim të mirë për Allahun, nëse në botë kuptimin e tij mirë e njeh Allahun, kollaj është pastaj me ecë në rrugë që me punu, në të ecësh në rrugë që të ka udhëzuar Allahu. Edhe këtë gjë e kena bë në një mënyrë, duke ja mësuar fëmijëve gradualisht disa cilësi të Allahut. Për shembull, ai që është krijuesi, ai që është sunduesi, ai që është i mëshirshëm, ai që është mëshirbërësi, ai që është falësi, ai që është i buti, ai që pranon lutjet tona për çdo gjë. Pra, për gjën më të vogël, duke qenë fëmijë, për një lojë, për një dëshirë, ku ti drejtohet? Ja mu, jo prindit, drejtoju Allahut. Allahu gjithmonë do ta japin rezultatin. Pra, në këtë mënyrë fëmijët ta kuptojnë afërsinë e Allahut. Ta dinë që Allahu është këtu. Fëmijët ta kuptojnë që ne kemi dy melek me vete. Që gjithkush e ka fletoren e tij në anën e djathtë dhe fletoren e tij në anën e majtë. Masi ato janë fëmijë që shumë edhe shkarravisin, a shumë edhe vizatojnë bukur. Pra, si ki dëshirë ta kesh fletoren tënde ti me shkarravina, apo ki dëshirë ta kesh fletoren tënde me punimet bukura dhe me notat mira. Pra, gjithashtu duke i tregu fëmijëve për Muhamedit a.s. si dërguar i fundit i Zotit. Duke i tregu fëmijëve se si lindi, ku rrit, si jetoj, vështirësitë e tija gjatë jetës e tij, vendin ku është ndodhur ai kur i ka ardhur shpallja, kush ja solli shpalljen, prej ku i erdhi shpallja. Pra janë disa gjëra që nëpërmjet tregimeve të ndryshme, kemi literaturë mjaft që tregojnë për këtë ngjarje, fëmijëve t'ia bëjmë të dashur, si më thonë, çdo gjë dhe çdo obligim që na lën feja. Masalan duke folur për namazin, duke e njohur namazin, duke imitu namazin. Unë përdori një metodë, mendoj që është e drejtë edhe është shumë interesante. E kam obligim temin, unë çdo ditë fali namazin e duas. Si e bajon këtë punë? Masi kemi mbaruar mjesin, kemi kryer punët e tona, ata obligimet e tona. Unë dal një qoshe të kopshtit, marr saxhade edhe falem. Ndërkohë që fëmijëve i japim dhe një punim. E kam bërë testim, dhe një punim me vizatu. 7-8 fëmijë, 10 fëmijë, si thamun Allahu Ekber, edhe lidhen për namaz, ata vinë mas mi, vetëm i shafkur, edhe lidhen edhe vazhdojnë të falin namazin me mu. Edhe e shoh që e shumë me kënaqësi, mësose i na fal me ty. Pse e bajon këtë gjë? Pse jeta po tregon që kur dalim prej kësaj dere ku jemi sot, të mësue, të punon ato fëmijë, pra jemi afër xhamiet, kemi xhamin në barë. Çdo vakt e dëgjojmë ezanin. Nuk i dihet se si do të vazhdojnë. Ne jetojmë në një qytet që është i përzim. Edhe xhamia nuk është aq e shumë, si më thon, afër çdo kujt. Shkollat janë të përzimuna. Po prep them që dikun në të mendjen e tyre, në trurin e vogël të tyre do të mesin disa kujtime, po edhe nëse jeta do t'i çojë dikun ma vonë larg,
Nëse dhe i herë kanë me pa dakon dhe një xhami, kanë me thonë, dhe unë kam kente, kur kam keni vogël ta i kopsht, dhe mësusja jeme është falë kështu. Një shkrojnë të Koranit, nëse unë, ne, pa me fjallë, si mësuse që punojmë atë, arrim t'ja mësojmë fëmijëve, ose një sure, pa qoftë edhe surja ma thjesht, a i ta përdorin gjatë jetës e ti, inshallah, edhe ne kemi më pas shpërblime për atë gjatë. Pastaj këto zbukurimet e Ramazanit, kemi bërë një tabel shumë të madhe që kena zbukuru me mirëseardhjen e Ramazanit. Ata që ndjekin faqen e Facebookit të Qendrës Islamike, me siguri që e kanë pa. Kemi zbukuru me bush me ballona, kemi zbukuru me fenjer që fëmijët veti kanë vizatu, veti kanë vu. Kemi ba disa kartolina për shëndetje për familjarët, Ramazan Mubarek. Gjithashtu kemi pas një drek, ditën për para Ramazanit, një drek për me fëmijët bashkut, ku atë janë vesh i fije ma bukur si drek festive. Kemi shpërnda dhurata, ne si mësuese fëmijëve, fëmijët i kanë shpërnda njëri tjetrit. Pra ka një ambient jashtëzakonisht i bukur, edhe fëmija me zi që kanë prit më ardha ja ditë. Mbasi që gjendemi në muajin e bekuar të Ramazanit, se cili prej nesh e ka një plan, një orar, se si do të kaloj këtë muaj të Ramazanit, këtë muaj të bekuar. Mendoj që edhe për fëmijët duhet një gjë e tillë. Si organizoni ju plan programin me fëmijë brenda muajit të bekuar të Ramazanit? Planin e kemi bërë me disa etapa. Për çdo javë kemi menuar të bëjmë një plan të veçantë gjatë muajit të Ramazanit. Në javën e parë, duke ditë që muaji duke i tërheq vëmendje me fjalë fëmijëve, gjithmonë duke i tregu se muaji i Ramazanit është muaji i mëshirës. Muaji i Ramazanit është muaji i adhurimit. Muaji i Ramazanit është muaji i dhuratave. Muaji i Ramazanit është muaji i faljes. Të jena mundu që çdo gjë, edhe nëse kemi pas një keq kuptim të vogël me njëri tjetrin, po vjen fjala në një film dhe njërin është illnu, më mundu me i pajtu. Nëse dikush ka një dëshirë, me i thanë që ky është muaji, lutë Zotin, nëse ke dëshirë, po nuk të shplotsu deri tash, nuk i dihet, kemi kohë deri në fund të Ramazanit, ta lutim Allahun, Allahu është falës, Allahu është mëshirues, Allahu është ai që ndëgjon lutjet e tona. Pra, duke pasur parasysh këtë gjë, në javën e parë të Ramazanit, kemi bërë disa peshqeshe, duke ditur që duke lidhur këtë edhe me 8 marsin, dhe ishte ta fokusohem të kjo gjë, pavarësisht se 8 marsi, të gjithë e dim që nuk është festa jonë, po ne jetojmë këto vende dhe deri diku edhe festa festohet. Edhe nëse ne nuk e festojmë faktikisht këtu, fëmia nesër do të shkojnë në shkollë, do të ndeshet me atë gjë. Por duke i dhënë të ditur fëmisë pse duhet nana? Kush është nana? Nana nuk është ajo që duhet një ditë, ose gruaja, ose motra. Ata janë që duhen krejt vjetin. Kemi bërë disa punime në letra, disa vizatime, një ndërta ka qenë edhe një diplom që kemi mi krijuar, edhe fëmija e kanë rregulluar, e kanë në formën e mozaikut, e kanë zbukuru me letra të ndryshme, me ngjyra, me xixa, edhe në këtë diplom kena shkru disa cilësi pse ja japun mamit këtë diplom, për çka ka fitu këtë diplom. Pa me fjala, pse është mami ma bukur në botë, pse është mami që unë e du ma shumë, pse është ajo që është gjithmonë për mu, edhe kur unë jam i mërzitur, edhe kur jam i smur, edhe kur jam i gëzuar. Me falë buzëqeshje. Me falë dashuri, gjithmonë mendon për mu, gjithmonë vetin në vendin e fundit, fëmijët janë gjithmonë në vendin e parë. Edhe t'ja bëjmë të ditur pse, duke e ditur që feja islame është ajo fe e cila e vuri gruan në vendin e parë. Qysh për para 1400 kur ardhi shpallja Muhamedit alayhis salam. Përpara asaj periudhe, gruaja nuk është një si qenie njerëzore. Në gadishtullin arabik të gjithë e dim që varzat i kanë varrosur të gjalla. Me ardhin e shpalljes, Allahu e çoi gruan në derexhat më të larta të një shoqërie. Pse në fakt ajo është edhe themeli, po është edhe kulmi i shoqërisë. Pse ajo fillon me lindjen e fëmisë, me rritjen e fëmisë. Pra është ajo që lind njeriu i cili do ta e ka marrë amanet këtë botë prej Allahut. Edhe gjithashtu, në etapën e dytë, kemi bërë plan të flasim për pejgamberët e ndryshëm, duke filluar nga Ademi alayhis salam,
si erdhi, si u kriju bota, pastaj edhe me histori të vogla, të thjeshta, me tregime të vogla për Ibrahimin a.s., për Nuhin a.s., për Jusufin a.s., për Musën a.s., për Nuhin a.s. dhe barkën e tij, që fëmijëve t'ja tregojmë pak a shumë rrugën që deri te ardhja e Muhamedit a.s. Pastaj, në javën e tretë, kemi bërë plan që të bëjmë të formojmë faktikisht e kemi kriju. Edhe në formën e një treni, çdo tren ka vagonat e tij. Në çdo vagon është nga një xhep. Edhe mundohemi që për 30 ditë të Ramazanit të lexojmë nga një hadith, nga libri 365 hadithe të pejgamberit a.s. për fëmijë, nga një hadith ta shkruajmë edhe ta fusim në atë xhep. Po tërsa fëmia munden me majtë mend, qëllimi është që ato t'i ndigjojnë. Sa majnë mend, ako nëse nuk e majnë mend krejt, diçka nëpër te kanë me pas mundësi me majtë mend. Gjithashtu kena kriju edhe një libresë për emrat e Allahut. Siç thashtë edhe më përpara, me cilësitë e tija, me vizatime, me zbukurime, duke filluar si Allahu krijuesi, mëshiruesi, mëshirbërësi, me emrat e tij në gjuhën arabe, edhe me nga një ajet të vogël kuranor që i përshtatet gjithë secili emër të Allahut. Ne deri tani folime për edukimin e fëmijëve brenda muajit të Ramazanit si edukatore, por kjo vlen edhe për të gjithë prindërit, sepse edukimi i fëmijëve, ai shkalla e parë është tek shtëpia. Tani do të kalojmë tek një pyetje tjetër. Agjërimi i muajit të Ramazanit në kohën e juaj kur ishit fëmijë dhe sot. Ta bëjmë një krahasim, pak a shumë. Po. Tesh të them një gjë. E para puni deshta që të bëj përpara se të nisi, të tregoj për agjërimin e për fëminin time, për rinin time. Deshta të bëj një lutje për të gjithë fëmijët tonë, që ta lutim Allahun që t'i udhëzoj në rrugën e drejtë. Pse udhëzimi varet nga Allahu. Ne sado që t'i shtymna, udhëzimin e ka në dorë Allahu. Që fëmijët tonë t'ia hap rrugët e dijes, që fëmijët tonë të bëhen të hajrit, që fëmijët tonë të bëhen krenaria e prindërve të tyre, po gjithsesi edhe krenaria jonë, se gjithsesi tanë fëmijët janë fëmijët tonë. Për sa i përket agjërimit tim edhe fëminisë teme, unë jam lindur në qytetin e Shkodrës, në vitin 1970. Duke pasur parasysh që në vitin 1967 në Shqipëri regjimi komunist i shkatroi kishat edhe xhamiat. Besoj që këtë gjë dinte tonë, me zhvillimin e komunizmit, filloi edhe feja bajagi të zvenitet. Pse nuk ka kisha, nuk ka xhamia, në për shkollën e për institucione nuk është përmend fjala Zot, nuk është mësu për fe, edhe bajagi ka qenë vështirë. Unë flas për veti, duke pasur parasysh se rrjedhi nga një familje fetare. Gjyshi nga ana e babës tem edhe nga ana e nënës teme kanë qenë hoxhallar. Po baba jem ka qenë komunist. Ai ka qenë sekretari i partisë në komitetin e partisë në Shkodër. Pavarësisht se ai në mendjen e tij ka pas gjithmonë atë për fenë, për besimin, por regjimi ka qenë i tillë që ka shtrëngu, nuk ka lanë me përmend, nuk ka lanë as me mendu. Po gjithsesi, duke pas parasysh që unë kam pas fatin e mitrit me gjyshe, e maj mend shumë mirë Ramazanin në atë kohë. Pavarësisht se nuk është ditë se as kur vjen Ramazani, as nuk janë njoh mujt fetar, por kanë shku me mujt me kalendarin gregorian. Nuk e di se si me një tjetrin ta plakat e kanë kuptu, ose kanë një hanën, nuk munda me majt men, po e kanë majt Ramazanin. Në përpigjere, mu mlu me batanije, që mas mu duk, kur qohesh në sefer për jashta, se vishin spionët e komunizmit edhe të kryoshin me të vërtet problem. Gjithmonë gjyshja jeme, kur shkoshim me fjenë, thote, hajde nan, me kënu Rabi Esir. Unë e më qyshe vogël, maj men, surën atë doan Rabi Esir. Jam e fjetë, Kul huvallahun, kul Allahu birabil falak, kul Allahu birabil nas. Këtë e kam peshqesh prej saj. Aja tinzash djalit vet, thote, mas pansan se me nallë një top, na ka mytë, thote.
edhe të unis nga kja punë, gjithsesi kur filloj komunizmi, unë kam qenë studente në atë kohë, filloj me mu zvenit. Atëherë kemi fillu të argjerojmë, po me diturit vogla, nuk kena pas shumë diturin. Kena fillu, kena di që është Ramazan, pa filloj natën e 4 për argjeroj. Ose për argjeroj një ditë, ose për argjeroj një javën e fundit, kështu ka fillu. Pasandej, kur jam martu, që pata fatin e erdha në Tivar, jam martu një familje besimtarsh, elhamdulillah për Zotit, atëherë në qysh vitin e parë që jam martu, kam vazhdu Ramazanin në rregullt, edhe se kam nërprej kur ma, prap lusë Zotin e falenderoj pafundësisht që kam pasat risk me mu martu një familje ku ka ken besimi se vjerë jem ka ken me ezin i Xhamisë Omer Bashi që ramet pas shpirtit ti, edhe ajna ka mësu, edhe mu, edhe fmit e mi, djalin tem qysh vogël, qysh 4 vjeç që e ka marrë në xhami me veti, edhe falenderoj Zotin rradh parë, edhe atë që kemi vazhdu të ecim në rrugën e duhur për hatër të madhit Zot, elhamdulillah. Ne të falenderojmë që ishit pjesë e emisionit Bisedat e Ramazanit dhe ju urojmë suksese në punën e juaj. Të nderuar ndëgjues të Radios Fatih, me ju në këtë emision ishte Erjeta Kurtabegu Aloshević dhe unë Sahiba Gogadacic. Deri në takimin e radhës, Esselamu Aleikum dhe mirëmbëjtje.